punëve, sikurse e keni përcjell, Kryesia e Kuvendit sapo përfundoi mbledhjen e saj dhe në këtë mbledhje u pajtuam që seanca e radhës do të jetë këtë enjte me datën 2 prill të vitit 2026, dhe është një seancë ku përveç tjerash do të trajtohen disa marrëveshje ndërkombëtare në vlerë prej 121 milion eurove, marrëveshje të cilat kanë të bëjnë me tema dhe projekte të rëndësishme përfshi këtu, edhe marrëveshjen për rrugën Prishtinë-Mitrovica, energjinë diellore në Kek, trajtimin e ujrave të zeza dhe eficienca energjetike në ndërtesa publike. Përveç kësaj, në seancën e ditës enjtë, do të miratohen edhe komisionet ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të pavarur për media, si dhe komisionit ad hoc për anëtarët e bordit të RTK-s. Pra janë një varg marrëveshjesh të rëndësishme dhe ne presim pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve, pas parasysh se këto janë marrëveshje ndërkombëtare dhe nevojiten së paku 80 vota. Është rëndësishme që të kemi edhe deputetët, presim që të jenë edhe deputetët e të gjitha grupeve parlamentare, përfshi ata të opozitës, dhe të jepet drita e gjelbërt këtyre marrëveshjeve. Në lidhje me çështjen e presidentit, kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes së vendosje, tashmë ka bërë të ditur që do të vazhdojë diskutimet me krerët të partive opozitare, në këtë rast të PDK-s dhe të LDK-s. Ne besojmë, presim që të ketë një marrëveshje dhe të arrijmë që të zgjedhim presidentin, pas parasysh se janë të panevojshme, të padrejta edhe një palë zgjedhje të reja, ndërkaq sa ju përket nënshkrimeve të deputetëve, paraprakisht e kemi të qartë se kemi edhe së paku 44 deputetë të tjerë, të cilët akoma nuk kanë dhënë nënshkrimet të tyre për të zgjedhur presidentin, ndërkaq nëse nevojitet një aspekt gjithsesi një rrugë tjetër në raport me një konsensus i cili mund të arritet ndërkohë, është një temë që duhet të shqyrtohet pas propozimeve apo diskutimeve konkrete që ne mund të kemi për këtë temë. Angazhimet e lëvizjes edhe të kryetarit Kurti, të kryeministrit Kurti, kanë qenë shumë serioze që nga fillimi. Ju e dini që përveç takimeve që kanë ndodhur përpara adresimit në gjykatën kushtetuese nga presidentja Osmani, ne kemi pas disa takime për te kësaj, edhe në kohën sa kuvendi ka qenë i pezulluar nga puna e tij për shkak të dekretit të presidentes Osmani, kryeministri Kurti ka dërguar letra dhe ka kërkuar që të takohet me liderët e dy partive të tjera politike, pra ne për asnjë moment nuk kemi pasur ngjecje. E dini që kryeministri ka qenë në vizitë zyrtare në Francë, është takuar atje zyrtarisht me presidentin Macron, dhe përveç kësaj, menjëherë pas kthimit, e dini që sot është mbajtur mbledhja e qeverisë dhe ka pas vendime të rëndësishme që janë ndërmarrë aty, dhe njëkohësisht besoj që shumë shpejt do të ndodhin edhe takimet. Sa i përket anës sonë, nuk ka pas për asnjë moment ngjecje dhe nuk ka për asnjë moment dilemë që presidenti duhet të zgjedhet në kohën sa më të shkurtë të mundshme.